E din çka i kanë bërë Ramush Haradinajt për nanën e tij. Ti mundesh me pas kundërshtar Ramush Haradinajt, kundërshtar politik, mos m'ia pranu asnjë nga politikat që ka bë. Po nuk mundesh më mi thot tradhtar Ramush Haradinajt. Unë kam rastin vet, ka ardhur prej Zvicrës, veç pse ju ka tek atje i ka shku mesazhi mshoj Fidanit ose Ganës, ajo him ka kërcnuem, ka linçuem, ka denigru. E kom shku e kam denoncu, kur ardh vend si me shku me përqafu familjen ka përfundu në burg, ka përfundu në polici, ka përfundu edhe në gjykatë dhe ka pagu për ato që ka bo dhe ka kërku falje dhe se bën më kur. Ja kanë shku mesazhin prej këtuit? Prej këtuit ka shku mesazhin, më shoni? Po, jo e pat mesazhin që ke thirrja për t'i denigru njerëzit. Ajo nuk është sët. Sët është shumë e ronë kur e shen ndaj cila figura bëhet, figura emblematike që nuk guxojmë, nuk guxojmë në asnjë formë dhe në asnjë familje. Po drumet kanë faj, janë të organizuar edhe kundër Rifat Jasharit. Po, në aspektin e organizimit zyrës që i kanë përpragon. Edhe dhe Rifat Jasharit edhe Luanit. Ke mesazhi, ju e keni publiku, në atë mesazh prej mediave kemi, po nuk e kam nxjerrën. A kupton? Mediat e publikuan mesazhin ku i bojnë thirrje grupeve të caktuara, hyni, ofendoni, shani, linçoni. E din çka i kanë bërë Ramush Haradinajt për nanën e tij. Ti mundesh me pas kundërshtar Ramush Haradinajt, kundërshtar politik, mos m'ia pranu asnjë nga politikat që ka bë. Po nuk mundesh më mi thot tradhtar Ramush Haradinajt. A kupton? Kjo është sikur me thotë që kjo gotë është e bardhë, nuk është e bardhë, është e kuqe Fidan. Dhe nuk mundesh ti me i thon nanës Ramush Haradinajt ke rrit tradhtar. M'fal. Nuk mundesh mi thonë familjes të Adem Jasharit jeni tradhtar. Nuk mundesh mi thonë familjes Agim Ramadanit jeni tradhtar. Nuk mundesh mi thonë familjes Muj Krasniqit jeni tradhtar. Dhe shumë familje tjera emblematike që janë Kosovë. Po, politikisht kundërshtoj maksimalisht, nëse nuk përputhen idejt tona, vizioni ynë. Por nuk mundesh mi thonë tradhtar aty në që... Ku është esenca, kur qëllimi i vendosjes ma takimi... Shkatrimi shtetit, degradimi shtetit dhe marrja absolute e pushtetit për me e poshtru këtë vend. Me shkatru edhe poshtru këtë vend. Tregon veç ditë shka Fidan. A e kanë gjujt flamurin e Kosovës në WC? Po, jo në smituar, Lara e deklaru adhu. Jo, mërë e kanë gjujt në WC, e kanë fshi WC-n. është interpretu himni, ka nejt nuk është ngrita s'kush në kam. Nuk ka mu bo pavarësia, kjo s'është pavarësi. S'ka mu bo kurrushtria. Qka ka mejt në këtë Kosovë pa u godit prej tyne? Vesh të regëthuj, që kjo vlerë, qka do të qofta ajo? Thuj, kjo vlerë ka mejt... S'mujmë mu bo palë. Jo. Po, për të kuptoj. Sfidoj qytetarët. Okej. Tregom, hajde, kush do, unë e po i sfidoj qytetarët dhe pjo bëjt thirrje. Letë ma tregojnë vetëm një vlerë që ka ky vend, ky shtet, letë ma tregojnë, qëtë vlerë ka mbet pa e prej